promovimin e edukimit. Në 20 vjetorin e zbatimit të projektit të drejtat tona mbi edukimin për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, është organizuar konferencë nga Instituti për Promovimin e Arsimit në bashkëpunim me Ambasadën e Slovenisë në Kosovë. Ambasadorja e Slovenisë në Kosovë tha se qëllimi i këtij projekti është të mundësojë që të rinjët, veçanërisht fëmijët, në fazën e zhvillimit dhe kërkimit të identitetit, të mësojnë për të drejtat e njerëzit. Që nga viti 2005, Slovenia përmes projektit ton për të drejtat dhe materialeve edukative ka edukuar rreth gjysmë milioni fëmijë në 26 vende të Evropës, Azisë, Amerikës Latine, Afrikës dhe lindjes së mesme për të drejtat e fëmijëve. Jam veçanërisht e lumtur që Kosova ka qenë e përfshirë në projekt që nga fillimi. Më shumë se 100.000 fëmijë në 660 shkolla në Kosovë, përfshirë edhe nga komunitetet jo shumicë si bosnjak, turq, goran, rom, ashkalin dhe egjiptian. Respektimi i drejtave të fëmijëve, drejtave të njerëzit, është treguesi më i mirë i nivelit demokratizimit të një vendi. Prej se punoj në ministri, domethënë prej 2004-s, ministria është themeluar në 2002-ën, çështjet e drejtave të njerëzit, drejtat e fëmijës kanë qenë pjesë integrale e politikave të institucionit, dokumenteve, strategjive, legislacionit. 1 në 4 fëmijë në Kosovë jeton në varfëri, me qasje të kufizuar në shërbime sociale. Vetëm 1 në 3 fëmijë me nevoja të veçanta është i regjistruar në arsim gjithëpërfshirës. Shumë fëmijë, veçanërisht nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe nga grupe të tjera të cenueshme, ende përballen me diskriminimin dhe shpesh braktisin shkollën. Shëndeti mendor të adoleshentët është një shqetësim në rritje. Ne, si UNICEF, bashkë me partnerët tanë, po bëjmë thirrje për rritjen e qasjes në arsimin e hershëm, pasi ajo mbetet e kufizuar, veçanërisht në zonat rurale. Ky projekt është zbatuar në rreth 700 shkolla në Kosovë, duke përfshirë mbi 110.000 fëmijë të moshës 9 deri në 13 vjeç, si dhe rreth 1.700 mësimdhënës.